Një nga pikat që ndoshta duhet të kemi si vijim të këtij episodi është pikërisht fakti që duhet të piketojmë disa sipërmarrës, menaxher dhe të bëjmë atë që nuk se kam parë tjetër tashmë me teknologjinë, por me kurse të tjerë kam parë që një aftësi e caktuar për menaxherët, pra themi kontabilitet për menaxherët, teknologji për menaxherët. Është duhet të kemi AI për menaxherët. Po. Është duhet marrim disa prej tyre dhe të bëjmë. Është interesante dhe besoj që edhe bëhet. Do të thënë ka njerëz që edhe bëjnë këtë gjë është. Për zemrën e këmbështrimit im kam bizneset e vogla dhe të mesme shqiptare. Jam i sigurt që shumë pak ndoshta asnjëri prej tyre s'ka ndjeki kurset jo. Jo, absolutisht. Kështu që ndoshta edhe si pjesë e promovimit, me që përmendej që je partizan i komiteteve të AI të Shqipërisë, mund të bëjmë disa seanca të natyre, mbledhim disa ato që ne kemi të kategorisë që ne ndihmojmë vajza apo gratë ndryshme që janë themeluese të bizneseve të caktuara. Të folëm me to. Është interesante. Le të themi që një biznes është futur apo mendon të futet botës së AI-t dhe do fillojë automatizmin, ne dimë që baza janë të dhënat. Po. Dhe kur flasim për të dhënat, pjesë e mirë e tyre kanë atë skepticitetin, janë pak skeptik dhe kanë problemin që të dhënat e mia ku do ruhen, janë të sigurta, do i shoh dikush i pa autorizuar, do mund të ndryshohen me radhë dhe jo pa faj, kemi parë sulme kibernetike të pafundme. Kemi parë vetë AI që çedon ndonjëherë dhe ka fshirë gjithë dhënat që ka pas në databazat e vetë sistemeve. Për keq konfigurim, për shumë arsye të caktuara. Pra dhe kur flasim për siguri, kur flasim për garanci të këtyre dhënave, për shumë arsye, na flasim ndonjëherë edhe për sovranitet të AI-t. Po. Ka kuptim apo ndoshta është diçka e kushtueshme dhe nuk i përket si diskutim të vogël të mesme shqiptare? Problemi është këtu që ka një shfazim në mendimin tim që çfarë bizneset shqiptare kërkojnë në atë që ofrojnë. Çfarë do thotë kjo? Pra, le të themi një biznes kërkon siguri informacioni, kërkon sovranitet, kërkon dhëna të jenë të sigurta, kërkon që AI të jetë super i sigurt. Por prapë kam idenë që është e mundur që të ofrosh siguri është absolutisht në buxhetet që ato kanë. Është e mundur. Çështja është që nuk mund të kërkosh shishran hell, si thotë. Pra ti mund ta kërkosh sigurinë, pra të pash atë ISO 27001 të famshme, por që ti ketë sigurt informacionin, pa që pasur nevojë të kesh le të themi serverin e AI-t, GPU-t në ambientin e tuaj. Në kompjuterin. Duke marrë. Ose dhënat që ti kesh në database fizike, në një server fizik që është në zyrën tënde. Këto janë teknologji të vjetra tani. Për të kaluar tani te pjesa e aftësive, se tham që në fillim të episodit që për të implementuar, për zbatuar inteligjencën artificiale, atë superfuqinë që tham, pra duhet të jetë një person me disa super aftësi, ose saktë me aftësi të cilat le të themi ta din të strukturuara për të përdorur mirë inteligjencën artificiale. Meqense ju keni përvojën si mentor me startupe, si lektor me universitete me radhë, pra ke qenë në kontakt me këta të rinj. Kam idenë që pjesë e mirë e tyre ndoshta s'kan mbaruar, s'kan qenë fare studime inteligjencë artificiale, ndoshta kanë qenë me ekonomik, ndoshta me bazat e informatikës ekonomike, me bazat e programimit, por që jo inteligjencë artificiale. Pra, inteligjenca artificiale ka mësuar vetë, autodidakt. Është e vërtetë kjo gjë? Duhet të di përmes kësaj që është vërtet që ka nevojë që dikush të bëj këtë master apo të bëj doktoraturë për të qenë një afër për zbatuar për të dhënë këtë lloj si puna juaj që keni mbaruar në Gjermani, apo mund të fillojë ndoshta edhe pa pasur një background formal edukimi? Unë do ndaja në do i grupoja në dy grupe. Janë ato që ndërtojnë sisteme të tilla dhe ato që përdorin sisteme të tilla. Për të ndërtuar sisteme të tilla është e rëndësishme të kuptosh çfarë po bën. Është e rëndësishme, deri diku është e rëndësishme. Nga ana tjetër, nëse thjesht i konsumon këto sisteme ose bën le të themi integrime të thjeshta, nuk ke nevojë ta kuptosh. Për më tepër që ka shumë platforma që këtë lloj integrimesh të bëjnë shumë të thjeshta. Njerëz zakonisht të thjeshta që edhe një person me, le të themi, me pak kuriozitet, me pak këmbgulje, me pak edhe njohuri nga pjesa e programimit ose software-it, mund të ndërtojë sisteme që
kanë vlerë. Qartë. Kështu që dikush që po ndjek, po i thua dhe s'ka një formim formal pra një bachelor apo një master në inteligencë artificiale, po ka diçka pa lidhje me ndoshta edhe me informatikën. Po i thua që po ka mundësi me vibe coding në mënyra të ndryshme që ti pavarësi programimi mund të lidhësh, të vësh bashkë dhe të iniciosh një zbatim të inteligencës artificiale, ta konfigurosh një të tillë vetë. Unë do thoja që kjo është e mundur për të zgjidhur, le të themi, problemet të thjeshta të jetës së përditshme që këto njerëz hasin në kompanitë e tyre ose në punët e tyre të përditshme. Pastaj nëse do të ndërtosh sisteme që i shërbejnë qindra mijëra, miliona përdoruesve, gjërat bëhen pak më komplekse. Sidoqoftë nuk është çështje limitime, në fundit është edhe çështje këmbguljes, çështje dëshire, motivimi për të mësuar. Shikon, është një lloj këmbgulje, kam idenë e diktuar, e detyruar deri diku. Pra duke marrë parasysh faktin që një nga rreziqet më të mëdha që sjell inteligencë artificiale, dhe kjo është që do thënë që do bërë një analizë rreziku në nivel kombëtar, dhe shpresoj që qytetarët shqiptar ta bëjnë këtë analizë në fillim. Dhe një nga rreziqet që sjell përveç se sigurisë kibernetike, lutës hibride që jemi dëgjuar me radhë, deepfake-ut para manipulimit të videove me radhë. Një problemet është vetë revolucioni apo zhndërimi i tregut punës, që do të thotë njerëzit me aftësi që janë sot, që janë në tregun e punës, madje edhe ata që janë akoma në universitet, flasim sot, kur dalin nga bankat e shkollës, do ballafaqohen në një treg pune i cili dhe mi kanë nxjerrë jashtë loje. Aftësi që ata kanë mbaruar me shkollën e tyre, me edukimin e tyre, me punën e tyre, me përvojën e tyre që kanë aktualisht në punë, pra dalin jashtë loje. Çfarë thua këtij brezi, qoftë që të po marrin në universitetin dhe universitetet që po bëjnë, ndoshta nuk hyn ndaj shumë në punë për atë që do të gjej përpara në punë, apo të që janë tashmë në punë. Të trëmen që do të marrë vendin e punës dhe të rezistojnë, madje dhe të sabotojnë kompanitë e tyre që mos përdojnë AI se vendosë se do të marrin vendin e punës, apo të fillojnë nga diku dhe të praktikojnë. Çfarë do ishte një plan i mirë pune nëse po për 6 muaj, për një vit, të fillojnë nga diku për këta njerëz? Për mua, këshilla e parë që do jepja është kurioziteti. Thjesht provoj toolset të tilla. Është shumë pak gjëra që mund të shkojnë keq, por benefiti është shumë i madh. Sipas eksperiencës time, sipas mendimit tim sigurisht. Unë mendoj që si thonë dhe Amerikanët, the train has left the station. Dhe në që treni i AI-t gja ka kohë që ka marrë që është në lëvizje. E kapim vagonin e fundit apo? E kapim, nuk është kështu, sepse gjërat lëvizin shumë shpejt. Pra, aktualisht, puna që ne bëjmë me klientët është e tillë që këtë punë nuk e bënim dot as 1 vit, as 2 vjet më parë, po deri diku edhe 6 muaj më parë puna ka ndryshuar, duke llogaritë edhe nga 6 muaj më parë puna që ne bëjmë ka ndryshuar tani. Dhe çështja është që ka mjaftueshëm informacion online që ti mund ta kapësh atë ritmin e punës që bën, kush trendi i fundit. Ajo që unë mund të them me shumë siguri është që asnjëri nuk e di se ku do shkojë. Jemi, edhe unë që merrem me këtë punë, edhe ti që merresh me një punë tjetër, praktikisht gjithë kemi të paqartë që ku do jetë teknologjia pas 1 viti, pas 2 vite, ose si do duket puna jonë pas 2 vitesh. Unë nuk e di dhe as nuk lodhem më që ta mendoj që si do jetë puna ime pas 2 vitesh, sepse është pamundur ta parashikosh. Në diskutimet që bëj me rrethin tim profesional dhe miqësor në këtë pikë është pikërisht kjo gjë që njerëzit që kanë frikë që do vinë inteligencë artificiale të dalin pa punë, ka kapur paniku. Por ne dim shumë mirë, pra është thënë gjithandej botërisht që është në stadë. Stadi i parë dihet, ai i dyti nuk dihet. Pra stadi i parë është që ne në një vend pune, pavarësisht çfarë bëjmë, nuk rrezikojmë nga inteligencë artificiale. Rrezikojmë nga një person tjetër që përdor inteligencë artificiale më mirë se sa neve. Po, pra nëse ne hezitojmë apo e përdorim atë në mënyrë mediokre, e sigur që jemi të rrezikuar nga personet që kanë nesh. Pra, kam idenë që kjo është, le të themi, kuti i parë, njësia parë matëse që ne do të shikojmë parë. Ky është horizonti jonë. Absolutisht.
Ndaj, pyetja ime është shumë praktike, që mos ta lëm kur të kemi kohë. Kur vi behari, ndoshta me pushime, do filloj kam pak kohë të lirë, do filloj, po e dim që s'do të asnjëherë. Po. Ashtu si do them, kur të vi dimri, janari do filloj palestër, s'do të palestër asnjëherë, s'do vi behari. Behari vjen, kështu që iku palestra. Kur të vi, s'po duhet tani erdhë behari. E njëjta gjë dhe me një aftësi caktuar, por kam idenë që nëse palestrën ti mund ta bësh vitin tjetër, inteligjencën nëse ti bën vitin tjetër e humbe shansin. Nuk jam shumë dakord, sepse bota ndryshon, po do thënë jo të gjithë ecin me këtë hap, do thënë. Pjesa më e madhe, 95% e njerëzve janë kështu të ngadalt në përqafimin e teknologjisë. Shumica dërmuese janë e përqafojnë teknologjinë kur kanë provuar çdo gjë tjetër për ta evituar, por nuk evitojnë dot më. Do të thënë sepse është aty. Shikoj, do besoj tani në këtë kohë do të jemi mundoj 20 episodit qiton, kështu që jemi sigurt ata që po na dëgjojnë ende nuk janë ata të ngadaltët. Po, ata kanë fikur që te minuti 5. Dakor, kështu që atëherë për mua mendimi im është ky që ose ajo që unë bëj për veten time është që shoh diçka që më bezdis, diçka që më lodh. Le të themi, më duhet bëj të njëjtën gjë sot, nesër, pas nesër, tjetër pas nesër. Është diçka që mua më merr energji për ta bërë. Dhe kjo është ajo spuntoja ime për të thënë, okay, çfarë mund ta bëjmë këtë më mirë, si mund ta bëjmë këtë gjë më mirë, si mund ta automatizoj këtë gjë, si mund ta ose çfarë më duhet për të automatizuar. Pra, nëse ne do ta quajmë në mbyllje të këtij episodi, do kërkonim audiencës sonë të kishte një punë që mund të bënte vetë, në praktike, është kjo që sapo përmendje. Pra, i thua që mbas shënim, çfarë punësh bën gjatë ditës, gjatë javës, që janë përsëritse, që janë bezdisëse dhe do që t'i heqësh qafe. Po. Shënoji ato në listë. Plasja fulli brenda ajon ChatGPT-s, Claude-it, Gemini-t, Grokut, DeepSeek-ut apo çfarëdo që përdor personi. Po. Dhe i thuaj si mund të automatizoj këtë. Si mund të automatizoj këtë? Përgjithsisht rekomandimet që merr janë goxha të mira. Jepi dhe kontekstin, që shikoj, unë jam një person që le të themi nuk marr vesh nga ana teknologjike, nuk jam software developer, nuk jam AI engineer. Unë jam le të themi person kontabilist ose avokat ose inxhinier elektrik. Edhe kjo pastaj të jep ato rekomandimet që jep ti përshtat për aftësitë tua, ose për strengths, për forcat që ti ke, pikat e tua të forta. Dhe kjo është interesante, pastaj kjo mund të japi në nivel biznesi, kjo mund të japi dhe ide për çfarë duhet automatizosh në biznesin tënd, ose ku mund ta implementosh AI në biznesin tënd. Pra, nëse ti je një punonjës, atëherë filloj me problemet e vogla apo një supermarkës. Nëse je dikush një supermarkës ambicioz, ndoshta atë që thamë herët konsulentin, po i propozojmë që ta bëj vetë konsulentin e ISO 9001-shit, pra menaxhimit të proceseve, dhe ti thot AI-t, ChatGPT-s, çfarëdo formati përdor, Gemini apo çfarëdo qoftë, që më gjeneroj një strategji për biznesin tim, pra duke i vendosur një prompt me meta prompt saktuar. Pra i thua çfarë prompti duhet të përdor unë për të gjeneruar strategji biznesi. Ja e gjeneron, ekzekuton këtë, i bën strategjinë e vet. Pasi ka marrë pyetje çfarë biznesi je, çfarë kërkesash ke, çfarë objektivash me radhë. Më pas për ta optimizuar këtë biznes, i thot mbas strategjie e biznesit që kam, më gjeneron një strategji të dhënash. I shikon, i pëlqen në sy të parë se nuk është ekspert. Më bazuar kësaj, më gjeneron tani një strategji inteligjencë artificiale. Bazuar kësaj strategjie, i thot tani më gjeneron cili janë 2-3 le të themi projekte praktike që mund të bëj me këto aftësitë mia modeste që kam. Dhe praktikisht kjo mund të ndihmojë edhe që kur të flasësh me një konsulent të kesh nga t'ja nisësh. Po, ta kesh rrahur një herë, ta kesh shkel vet terrenin dhe të dish çfarë të komunikosh. Mua shpesh më ndodh që më vinë klientët bashkë me kërkesat që xha i kanë gjeneruar me ChatGPT dhe unë pastaj duhet ulem me ato të them shikoj se këto ti ke bërë shumë mirë, po nuk bëhen dot të gjitha. Edhe kjo është një gjë që ndodh. Po si të qoftë është okay, domethënë në pjesën tonë duhet ta bëjmë edhe këtë gjë që ti menaxhon pritshmëritë e klientëve. Shpresoj që audienca e ka marrë këtë sfidë dhe brenda kësaj jave që vjen duhet praktikoj diçka le të them praktike për proceset e tyre rutine, si mund të automatizohen apo për strategjinë e AI të biznesit të tyre, për të
sjell si produkt final 2-3 projekte që ata mund të bëjnë, por ama thonë që bën 2-3 projekte që u bazohen te strategjia që përgjeneruan po vetë. Dhe kjo do ishte kam gjë më e mirë që mund bëj çdo biznes. Dhe do ishte shumë kënaqësi së bashku ndoshta mund të ndjekim nëse do kemi kërkesa nga saktuar nga saktuar për të parë se çfarë kanë gjeneruar, se si mund t'i ndihmojmë ata për t'i bërë ato ndoshta pak më patjetër. Për të kaluar tek në pyetjet e fundit që kanë të bëjë tani me dëshirën që ne kemi si organizatë si Saidev, pra organizata jonë quhet pikërisht themi shkencë inovacion për zhvillim, dhe duan të zhvillojnë bizneset tona, por që të zhvillojnë ato ndoshta kanë nevojë për sa më shumë komunitet të madh. Ne të dy shumë të tjerë që njohim aty jashtë, që janë aty jashtë. Por ndoshta nuk e kemi krijuar akoma atë ndjesinë e komunitetit siç duhet. Pra, unë do ta çoja pak në mënyrë, ne themi në të ardhmen. Si do doje ti të ishte komuniteti shqiptar i AI-t pas 3 vitesh? Unë mund të merrem pak, mund t'jap pak nga eksperjenca e komunitetit që unë kam krijuar për Data and AI Tirana Meetup. Për ne ajo që ka qenë pjesa më e rëndësishme është aktivitete të rregullta dhe të parashikueshme. Që do të thotë, ne kishim tek DAIT kishim një takim në muaj. Gjithmonë ishte ditë e njëjtë, gjithmonë mbas orës 6:30 zakonisht. Në dimër e bënim në 6 se çështje kohe, por dhe kjo ishte ideja, që gjithmonë kishte njerëzit kishin një lloj parashikueshmërie që eventi do ndodhi përgjithsisht rreth fundit të muajit, një tente dhe në këtë gjë. Dhe kjo është ajo që pastaj sjell i jep njerëzve një pritshmëri që ato e dinë çfarë do ndodhi, e dinë që do shkojnë diku, e kanë atë, le të themi, afrimitetin. Nga ana tjetër është dhe pjesa e networking, pra që një ndër benefitet e një komuniteti nuk është që unë mund të tregoj njerëzve të tjerë sa unë di. Benefiti më i madh është që unë të mësoj nga njerëzit e tjerë çfarë sfidash ato kanë patur dhe si kanë zgjidhur. Dhe kjo është vlera që një biznes, një drejtues biznesi kërkon. Në mendimin tim, ose paktën unë atë kërkoj. Unë nuk kërkoj të tregoj njerëzve të tjerë sa unë di, unë kërkoj të kuptoj që okay, çfarë gjërash ato kanë bërë, çfarë sfidash kanë pasur, si i kanë zgjidhur dhe cilat kanë qenë gabimet që kanë bërë për këto sfida. Për mendimin tim kjo është vlera më e madhe. Kemi sot që flasim përvojë të tilla që mund të ndajmë apo duhet presim 30 që të akumulohet sa më shumë përvojë dhe atë të flasim? Jo, unë mendoj që nga eksperienca ime, unë kur e fillova meetupin erdhi më tepër nga ajo. Unë jetoja në Berlin. Berlin kishte shumë meetup çdo javë, kishte pafund të tilla. Kur u ktheva në Shqipëri, pash që këto evente nuk ndodhin. Dhe ishte më tepër ajo dëshira ime për të sjellur diçka që unë pash që funksiononte, e dija që funksiononte dhe doja ta sillja në Tiranë. Gjëja më e bukur që ndodhi është që pas 2 vitesh që unë bëja këtë, më vjen një nga ato çunat që kisha njohur nga këto meetup, thotë, shikoj se dua të hap dhe unë një meetup tjetër, po jo në fushën e AI-t, në fushën e JavaScript, ajo quhet Tirana JS tani. Edhe për mua është shumë i lumtur sepse në radhë parë dhash një mbështetje, dhash një imazh, pra kështu mund të duket një meetup. Një person tjetër mori motivimin që të vite meetupet dhe të shofi, mori edhe motivimin që shikoj se s'duket në gjë vështirë, mund ta bëj dhe unë, dhe bëri. Edhe kjo është, për mua kjo është impakti, edhe që është vlera impakti që unë pata në këtë ekosistem nga dikush tjetër. Dhe secili person sjell, le të themi, flavorin ose shijen e vet të ndërtuarit të diçkaje, që i bën gjërat ndryshe, i bën gjërat më mirë, më keq, pas ka rëndësi, në fund gjithë mësojnë. Në fakt, merr diçka, jep diçka. Edhe këto episode që ne po bëjmë si podcast kanë të njëjtin qëllim, për të dhënë të nxitur pak frymën e komunitetit, e të bashkëpunimit, bashkëveprimit dhe ndoshta jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në diasporë. Dhe takimi në episodin e parshëm ne kishim me Fisnikun që është shqiptar maqedonës, që shumë çunë mirë. Kështu që më mirë që pra njihet komuniteti shqiptar i AI-t.
Kështu që shpresoj që herë tjetër kemi nga Kosova diun herë tjetër dikë që është jashtë në Amerikë, në Evropë, me radhë diun në Azi, kudo qoftë ai. Dhe ajo gjithashtu. Kështu që do të bëhemi sa më shumë bashkë, dhe të kemi të frymën e gjithkohë të punë gjendur. Dhe kam idenë që në mënyrë të tillë për provojat jo vetëm në vendi, por edhe rreth qark do na pasurojnë më shumë. Dhe ndoshta do na bëjnë ndihemi, siç them më herët, si të jemi në Berlin, si të jemi diku jashtë, që ndodhin këto aktivitet, ndodh kjo energji, dhe ti pa dashje nga kova e madhe që dikush ka derret përfiton ti 2-3 pika nga prej ti, dhe diku themi kjo lloj pasohet, kjo lloj energjie më tej. Një gjë që ka qenë që për ne ka funksionuar mirë, ishte kështu që ne bënim 2 prezantime për çdo meetup. Një prezantim online, që ishte nga dikush ose shqiptar jashtë Shqipërisë ose personi huaj, dhe një person shqiptar on site që ishte aty që bënte prezantimin fizikisht me komunitetin. Kjo ishte gjë e mirë sepse në radhë parë krijonte hapësirë për njerëz të tjerë për të ndarë me komunitetin, gjëra që komuniteti nuk ishte ekspozuar, por ndërkohë kjo ishte edhe të mirë që ai personi që ishte speaker, që ishte fizikisht aty, le të themi angazhonte komunitetin më shumë. Dhe kjo e bënte edhe komunitetin që të mblidhej bashkë çdo muaj. Po ishte interesante sepse në pjesën e AI-t, numri i njerëzve në Shqipëri që mund të thresësh për të ndarë diçka me vlerë nuk është shumë i madh. Është i vogël. Pavarësisht se me kalimin e kohës është shritur goxha, aktualisht është shritur goxha. Po në atë kohë që unë kam nisur 2022-shin për që flasim, ishte komunitet i vogël. Për më tepër që edhe unë nuk i njihja kush ishin ato aktorët kryesorë të Nëse do të bëj një pyetje të fundit. Jepi. Një të riu, një të reje që na dëgjon. Po. Që do të futet, le të themi, të njëjtë, le të themi, rrugtim që ti tashmë je futur te kohësh. Çfarë do i thoje përveç se bu pjesë e takimeve komunitetit e AI? Nga profesionale, çfarë duhet të bëj? Çfarë duhet të parasysh? Unë do të thoj që aftësia më e rëndësishme për një të ri ose të re që do të futet në këtë botë, në fakt janë 2. Një është kurioziteti, pra që shiko çfarë është e re dhe provoje, dhe e dyta është këmbgulja. Nuk ka, do të thonë, pjesa e teknologjisë që në botën që jetojmë neve tani, është lëviz shumë shpejt, jashtëzakonisht shpejt. Dhe duhet një lloj këmbgulje edhe kokëfort për ta kuptuar, për ta mësuar çfarë po ndodh. Jo thjesht për të marrë gjë ato shortcut-et. Kurreshtja që përmendë dhe këmbgulja duhet të lidhen me një aplikim praktik, pra duhet të lidhet me një biznes, me një problem real, apo duhet të bëj, le të themi, punë laboratorike, të simulime në shtëpinë vet, pa pasur qasje me tregun. Jo, është pjesa e tregut është e rëndësishme, sepse jep atë motivimin që shef gjërat që ndodhin. Pra, dhe vlera më e madhe që një person ka është kur shef atë që unë ndërtova të përdoret nga përdoruesit dhe qoftë thonë që kjo s'bën, edhe është gjë e mirë, po edhe thonë që sa e mirë kjo gjë, më zgjidh punë. Edhe kjo është ajo ideja, po kjo vjen edhe çik me edhe me dëshirë, edhe me në herë është edhe fat, që thua që okay, gjeta atë që duhet të. Me që ishim te fati, është arësisht fat ka qenë për mua që herën kaluar pata themi të testuar fisnikun, që kishte një shpirt fisnik, dhe sot bujarin që është kaq bujar. Faleminderit. Kështu që emrat të cilat e vërtet ju kanë formësuar dhe ishte kënaqësi edhe një herë kur të kisha këtu. Kënaqësi do për mua. Faleminderit për ftesën. Ju takojmë në episodin e radhës. Merci.